Në prag të miratimit të projekt buxhetit për vitin 2026, në Elbasan është zhvilluar një takim pune i dedikuar ndarjes së fondeve për sportin dhe kulturën. Drejtori i agjencisë Ertin Kovaçi tha se sektori që ai kryeson ka një rritje të ndjeshme në aktivitete dhe mbështetje, ndërsa gjatë vitit që po lëm pas, janë zhvilluar 10 aktivitete të suksesshme kulturore dhe sportive. Duke ju referuar sfidave të këtij sektori, Kovaçi theksoi se një nga pengesat kryesore ka qenë ngërçi ligjor, që lidhet me funksionimin e sportit në nivel vendor, çka ka kufizuar zhvillimin e plotë të tij. Ne patëm pjesëmarrjen e buxhetit për sa i përket klubit të Elbasanit, shumë sporteve. I pranishëm që dhe kryetari i bashkisë, ku diskutuam për të ardhmen e klubit dhe pjesën e financimit në vitet vazhdim. Sidomos konkretisht për vitin 2026. Aty u shtuan shumë probleme, u trajtuan shumë probleme, edhe financiare dhe nga ana profesionale. Konkluzioni përfundimtar ishte shumë pozitiv, mbështetja nga bashkia është pothuajse e vazhdueshme, edhe për vitin 2026 morëm garanci nga kryetari i bashkisë, që ka qenë donatori kryesor, që mbështetja do të vazhdoj. Ju prej 7-8 muaj është një drejtori shumë e madhe që janë bashkuar sportit dhe arti bashk. Dhe ky lloj konkludimi që është pa ecën rrugën e dur dhe vazhdimësia vazhdon të jetë edhe me lloj programit paraqitur mirë edhe nga drejtoria e sporteve edhe nga drejtoria e arteve. Dhe themi që jemi në rrugë të mbarë sepse aktivitetet kanë qenë shumë të mira, ka qenë pothuajse në krahasim me gjithë vitet e tjera jashtëpritshmërive pozitive, e kam fjalën. Kështu që me bindje them që kjo punë do vazhdojë dhe garancia do jetë e padiskutueshme edhe nga ana financiare edhe nga mbështetja e bashkisë. Themi që të drejtoritë edhe sportit edhe e drejtorisë kulturës janë me plane konkrete të perspektivës disa vjeçare. Sipas Kovaçit, prioritetet kryesore për vitin 2026 përfshin: e para janë ndryshimi i statusit dhe miratimi i aktit ligjor. E dyta mbështetja financiare dhe e treta riorganizimi i klubit në mënyrë rrënjësore. Drejtuesi i Agjencisë së Artit, Kulturës dhe Sportit theksoi se këto masa do të garantojnë një zhvillim më të qëndrueshëm, profesional dhe transparent të sportit në Elbasan, duke kthyer qytetin në një qendër aktive, sportive në nivel rajonal dhe kombëtar.